Sot nuk është e hënë. Sot nuk është e hënë. Mirë, ne jemi në atë periudhën përveç të shpërthimit të hormoneve, të shpërthimit edhe të etheve të zgjedhjeve. Po, përveç shpërthimit të truveve të kokës, që na ndodh sistematikisht për shumë vitesh. Dhe ethet e zgjedhjeve kanë prodhuar një çarçaf të gjatë që është fleta votimit. Po. Është një fletë votimi aq e madhe. Paloset një 4-5 herë. Po, dhe nuk ta zë asnjëri xhep. Po nuk është që e merr në shtëpi atë kolo. Mua më duket që efekti më i mirë është që ti nuk e merr dot në shtëpi. Pra nuk e nxjerr dot kollajar, sepse është një lloj si dalësh me jastik. Pra të marrësh një jastik, ta fuzësh poshtë bluzës e tentosh dalësh jashtë qendrës votimit. Jo, po nuk lejohet. Nuk është e ligjshme. Kjo nuk na pengon. Nuk na ka penguar kur për të nxjerrë një fletë votimi. Pra, për të hyrë me një fletë votimi të plotësuar dhe për të dalë me një fletë votimi bosh që ja kalojmë shokut, për të krijuar zinxhirin e votimit, do thoja unë, zinxhiri i votimit patronazhist. Sa. Që kështu, siç thon akademikët, po, të cilët kanë vendosur që kështu që në ta përmbysin. Kështu. Gen Z, është kjo gjenerata Z. Po. Z. Pra kështu qëja është zëvendësuar me që kështu. Kështu që ne do të tregojmë 10 përdorime alternative të fletës së votimit. Të kësaj flete votimi. Nëse ju del tepër ose nëse e shihni që befas keni shkuar në shtëpi dhe keni akoma me vete fletën e votimit, çfarë mund të bëni me të? Përveç se ti pini lëngun, që është një është një opsion gjithmonë i gjelbër. Po, dhe është përdorim historik i fletës votimit nga ky komb demokraci dashës. Ashtu dhe. Pra, do të tilla raste, megjithëse do të jemi në maj, ka ca ditë maj që lëshon rreshje të dobta shiu, kështu që mund ta përdorni fletën e votimit si mushama kur të zë shiu papritur në rrugë dhe të gjen të papërgatitur me çadër. Për ju vajza, gra që nuk patët mundësi ta festonit 8 marsin sepse ishte duke hekurosur perdet, fleta e votimit ofron për ju një mundësi të re, si një perde provizore, ndërkohë që ti je duke larë tharë dhe hekurosur perdet kryesore. Dhe meqenëse se prap jemi në maj dhe pothuajse në përfundim të vitit shkollor dhe të gjithë ato librat e fëmijëve tuaj mund të jenë bërë copet çik nga ajo mbështjellësia që keni vënë shtator, mund ta rinovoni me atë mbështjelljen e librit me një fletë të bukur votimi, me atë rast tregoni edhe për kë keni votuar. Por mbështjellni edhe gjithë librat e klasës me një fletë të vetme votimi. Dhe i ke parasysh Blerina këta njerëz të cilët e duan shumë makinën e tyre, më shumë se ç'duan prindin, gruan, fëmijën. Po, i kam. Dhe që madje blen apostafat një tabak alumini që mos i ngrohet makina brenda tjera. Tashmë nuk ka nevojë të shpenzoni. Qeveria ju ofron fletën e votimit për ta vënë dhe për të mbrojtur në hije makinën tuaj, si më thënë, në të 4 xhamat. Para mbrapa të anësh. Po gjithashtu maj njihet edhe si muaj i preferuar për të dalë për piknik, kështu që një fletë votimi mund për ta shtruar apo t'ju shërbente apo si shtroj. Apo po bie shi për të mbuluar në piknik. Jo, për ta shtruar kësaj radhe. Domethënë me atë të mamit shtrojmë, me atë të babit mbulohemi. Duke supëzuar që mami dhe babi kanë hequr dorë. Jo, janë kthyer. Duke supëzuar që janë kthyer në shtëpi me gjithë fletën e votimit. Sepse prindërve jepi porosi sa duash, mësina 2 fletë votimi, ata po të duan e sjellin, po të duan nuk e sjellin. Varet se si o ka dhënë trurin në atë moment. Dhe gjithmonë në kuadër të ndihmës për gjithë anvisat, mos harroni një përdorim shumë funksional si një letër kuzhine. Kur ti ke vendosur të pjekësh, ku diun, pispilinë në tavë dhe nuk do që të ngjitet në tavë. Mund ta përdorni edhe si parashutë rezervë për gjithë ata që preferojnë sportet ekstreme dhe papritur nuk u hapet parashuta e parë, ajo rezerva mund të zvendësohet fare mirë nga fleta e votimit. Po. Mban? Ue. Kam mbajtur 13 vjet, 15 vjet një qeveri, ç'thua ti? Dhe në kushtet e një, do thoja unë, nuk është tamam po themi transformimi modës, po me shkam kuptuar, pa qenë fashionist, kemi mritur në pikën që duhet është ajo fraza less is more. Pra sa më i zhveshur ti jesh, aq më shumë i veshur dukesh. Dhe a ka më bukur se të shkelësh në tapetin e festivalit të Cannes, i veshur vetëm me një fletë votimi.
Dhe kur them veshur, e kam fjalën që ta mbash si kapele. Jo. Pra veshja tjetë vetëm kjo flet votimi që unë sugjeroj si kapele, dikush mundoj ta mbaj si mask, dikush e fut dhe në sqetu, pa ka varet se cilën pjesë të trupit doni të mbuloni. Unë vetë do mbuloja në përgjithësi kokën. Mos të lexoj mendimet. Qafën. Ke merak. Se do më thonë ky me qafën e kuqe vjen, ky dim nga vjen. Ky vjen nga Shqipëria, qafë kuqi. Po kur të vim papritur miq në shtëpi dhe ti shkon dhe kontrollon në të gjithë dollapët, dolleprit, atë klëfin e jastëkut që diku e kishe palosur dhe e kurosur po se gjen në botë. Imagjino të gjendet aty papritur një flet votimi. Po imagjino që do të bësh çfarë gjumi që bën më. Po do të bësh lakror, do s'ke pet. Vem që do të kesh disa flet votimi për petët e laknorit. Un kam edhe një finale. Ke edhe ti një? Po jo, do ta them mbas teje. Mas me. Un tani bolli ram rrotull, jo po perdet, jo po kjo, po përdorimi i vërtet i kësaj flete votimi është lyerja me çoko krem. Jo. Më duk mua po ishte pak perverse kjo që the. Mund të ishte pak. Po. Edhe raciste. Ndaj çoko kremit. Drejna, të flasim, të shkojmë drejtë në thella, të flasim të vërtetën e madhe. Si do kalosh La Manshin? Bëje pra palose, bëje gomone, bëje vark, siç e thënë. Le ta quajmë gomone dhe të kalosh edhe La Manshin. Po është gomone një përdorim shumë. Tapet magjik. Mirë, shiko, unë shpresoj vërtet që këtë vit fleta e votimit të vlej. Por nëse nuk do vlej, dini se çfarë të bëni me të. Sigurisht Brena. Atë që kemi bërë çdo vit. Tani, a mund të ofroj një gjë, një këngë të cilën nuk e di fare në çfarë zhanri ta fus? Unë kaq kam për të thënë për këtë. Po, se nuk e shohim të shfaqur. Jo, është një grup shumë i voskël, i voskël nuk është, por është nga këto indit, kam idenë unë. Little Feat, dhe është një grup dhe kënga është një këngë kështu për hënën. Pa ta dëgjojmë njëherë, pastaj. Ke dëgjuar këngë për hënën? E klasifikojmë. Në Shqip? Po, kam dëgjuar. Në Shqip? Mos e dëgjoni këtë. Të kënduar nga unë.